Sarandë, Konispol, korrik 1987. Marcela Hoxha ishte një vajzë 17 vjeçare nga periferia e Sarandës. Nxënëse e shkëlqyer në gjimnaz, por me një njollë të pashlyer në biografi, xhaxha i saj ishte arratisur në Greqi në vitin 1960. Për këtë, familja e saj kishte humbur gjithçka, banesën, të drejtën e punës, të ardhmen. Marcela nuk kishte ëndër për politikë. Donte vetëm të jetonte si adoleshente normale, të studionte, të vishej lirshëm, të dëgjonte muzikë, të shkonte jashtë. Por në Shqipëri, kjo ishte e ndaluar. Dhe për këtë vendosi që në mbrëmjen e 29 korrikut 1987 të ikë drejt Greqisë nga Konispoli, vetëm. Plani i heshtur i vajzës. U përgatit për muaj. Lexoi çdo harf që mundi, pyeti fshatar të moshuar për rrugët e malit. Mori me vete pak ushqim, një bidon me ujë dhe një shall që ja kishte lënë gjyshja. U nis natën. Kaloi në përpyll, u ngjit në kodra dhe ju afrua kufirit, por nuk e dinte se ushtarët shqiptar kishin vendosur një kurth të ri në zonën e Muzinës, një vend me tela të ulët që kur prekej, ndiste automatikisht sinjalizues zëri në kazerm. Zbulimi dhe kapja. Kur Marcela kaloi mbi telat, një sinjal u lëshua. Brenda 10 minutave, një patrull ushtarake e kap u dërgua në degën e punëve të brendshme në Sarandë. Aty u pyet, u kërcënua dhe u ra. U akuzua për tentativë arratisjeje dhe agjitacion, edhe pse ishte vetëm një vajzë me çantë dhe fletore. Internimi. Pa gjyq të vërtet, u internua në kampin e Gradishtës, Lushnjë. Aty, për 6 vjet, punoi në serrat e kooperativës. U sëmur 2 herë, humbi flokët nga pesticidet dhe më e dhimbshmja, nuk i lejuan kurrë të shkruaj një letër në shtëpi. Prindërit menduan se kishte vdekur. Vetëm në vitin 1992, një gazetar i huaj që vizitoi kampin, pa një grua të re që punonte në një kanal ujë dhe pyeti: "Kush është ajo?" Një roje u përgjigj: "Një nga vajzat që iku jetës, por si doli Shqipërisë." Pas lirimit, Marcela nuk u martua kurrë. U zhvendos në Greqi më vonë, ku u punësua si pastruese. Në një letër të vitit 1995 shkroi: "S'më pushkatuan. S'më zhdukën. Por më groposën për 6 vjet si të isha armike. E vetmja armë ime ishte një ëndër."